Të nderuar besimtarë dhe besimtare, koha të cilën çdo njeri e ka, pra jeta e tij, koha e tij, është gjëja më e shtrenjtë të cilën ai e zotron. Ndaj Allahu subhanahu wa taala jo më kot betohet në kohën në surat e ndryshme të Kuranit të Kerim, duke thënë wal asr, pasha kohën innal insana lafi khusr. Me të vërtetë që njeriu, pra gjithë njerëzimi është në humbje, përveç atyre që besojnë, që bëjnë vepra të mira, të cilët këshillojnë njëri tjetrin me të vërtetën dhe këshillojnë njëri tjetrin me durimin. Po kështu Allahu xhalla wa ala thot, dhe ai është i cili ka krijuar natën dhe ditën, njëra pas tjetrës, për atë që dëshiron që të meditoj, të mendoj, dhe për atë që dëshiron të falenderoj. Profeti i dashur alayhi salatu wassalam thot, në dy mirësi shumë prej njerëzve janë të mashtruar. Pra, në këto dy mirësi, një shumicë e madhe njerëzve janë të gënjur, janë të mashtruar prej tyre, shëndeti dhe koha e lirë. Pra shumica e njerëzve, shumë prej njerëzve, nuk e vlerësojnë shëndetin, dhe po kështu nuk e vlerësojnë kohën e lirë. Pra Allahu Azza wa Jall ka dhënë dy mirësi, dy nimete që janë shëndeti, ndaj shfrytëzoj këtë shëndet përpara se të vi smundja, përpara se të vi pleqëria. Po kështu kohën e lirë shfrytëzoj atë përpara se të zihet, të angazhohet me punë të ndryshme. Pra janë pikërisht njerëzit të cilët nuk e vlerësojnë këto dy mirësi, këto dy nimete, shëndetin dhe kohën e lirë, në atë që afron tek Allahu xhalla wa ala, në atë që është më e mira për ta në këtë botë dhe në botën tjetër.